Shëndetje. Në këtë video do të hedhim një vështrim në jetën dhe luftën e heroit popullor shqiptar Hamza Kazazi. Do të zbulojmë historinë e tij plot guxim dhe trashëgimin që la pas. Përgatituni për një udhëtim emocionues në histori. Hamza Kazazi lindi rreth viteve 1799, 1800 në një familje të pasur nga Malësia e Gjakovës. Familja e tij fillimisht u vendos në rajonin e Kastratit dhe më pas u shpërngul në Shkodër. Mbiemrin Kazaz e mori ndoshta nga aktiviteti i familjes së tij në përpunimin e mëndafshit. Babai i tij e dërgoi në Egjipt në moshë të re për të marrë edukim ushtarak. Aty ai u bashkua shërbimit të Mehmet Ali Pashës nga Kavalla, një shqiptar i cili konsiderohet themeluesi i Egjiptit modern. Ndërsa luftonte kundër osmanëve, ai u ngrit në gradën e oficerit. Mësoi rrjedhshëm turqishten dhe arabishten. Megjithatë, edhe pse i ofruan poste të larta, ai i refuzoi dhe pas 20 vitesh u kthye në Shkodër. Për një periudhë të shkurtër, ai udhëhoqi një njësi të armatosur që mbronte anije tregtare. Gjatë sundimit të Bushati Mustafa Pashës, Kazazi u emërua komandant i sigurisë së qytetit. Në vitin 1831, kur Namik Ali Pasha u bë vali i Shkodrës, sundimi i tij shtypës çoi në një kryengritje, ku Kazazi ishte një nga udhëhecit kryesor. Si rezultat, osmanët e hoqën Namik Ali Pashën nga detyra dhe vendosën në vend të tij Hafiz Pashën, një qerkez. Por për popullin nuk ndryshoi asgjë. Në vitin 1835, Hafiz Pasha kërkoi taksa të larta dhe rekrutimin e detyruar të burrave në ushtri, çka u kundërshtua fuqishëm nga Kazazi dhe paria e Shkodrës. Kur Pashai urdhëroi arrestimin e kundërshtarëve, Kazazi mori armët dhe filloi një kryengritje të madhe. Luftimet zgjatën 6 orë dhe trupat osmane pësuan humbje të mëdha. Myslimanët dhe katolikët luftuan krah për krah, duke i detyruar osmanët të tërhiqeshin në Kalan dhe pazarin e qytetit. Pazari i Shkodrës ishte një qendër e rëndësishme tregtare, që furnizonte Shqipërinë e Mesme, Kosovën dhe Malin e Zi. Ky pazar ishte si një qytet brenda qytetit dhe mbyllja e tij paralizoi jetën ekonomike të Shkodrës. Për muaj me radhë, Kazazi e udhëhoqi rezistencën si komandant i kryengritjes. Më 29 korrik 1835, ai u plagos rënd gjatë një sulmi ndaj një anije që transportonte furnizime për garnizonin osman. Pas 5 muajsh luftime, më 10 gusht u arrit një armëpushim dhe trupat osmane u tërhoqën. Sipas marrëveshjes së 18 shtatorit, Shkodra nuk do të dërgonte më ushtar në ushtrinë osmane. Pas kryengritjes, Kazazi u tërhoq nga politika. Në vitet 1850, ai ndërtoi hanin e Hamza Kazazit pranë kalasë së Shkodrës. Ky han ofronte ushqim dhe strehim falas për udhëtarët dhe shërbeu deri në vitin 1936, kur u shkatërua me kalimin e kohës. Në vitin 1854, urdhri jezuit, me mbështetjen e perandorisë austriake, planifikoi ndërtimin e një shkolle për priftërinë në Shkodër. Kazazi e kundërshtoi këtë iniciativë, por pas presionit të Austrisë, autoritetet osmane e internuan atë në Stamboll më 22 tetor 1856. 3 vjet më vonë, më 7 korrik 1859, ju lejua të kthehej në Shkodër, por ishte i sëmur rënd. Kur arriti në Bushat, gjendja e tij u përkeqësua dhe një vit më vonë ndëroi jetë. Kazazi u varros pranë xhamisë së Koplikut. Në gurin e tij të varrit ndodheshi një çalm që simbolizonte statusin e tij të lartë dhe një shpatë si shenjë e guximit të tij. Megjithatë, në vitin 1967, regjimi komunist rënoi xhamin dhe varri i tij u zhduk. Vetëm gurin e varrit arritën ta shpëtojnë dhe ta ruajnë në muzeun e qytetit. Hamza Kazazi mbeti në histori si një udhëheqës i guximshëm që luftoi për lirinë e popullit të Shkodrës. Vendosmëria dhe përkushtimi i tij nuk u harruan as pas shumë vitesh. Dhe kështu përfundojmë këtë video, por ne do të vazhdojmë të tregojmë historitë e figurave të paharrueshme të historisë shqiptare. Për të mbështetur kanalin ton, mos harroni të abonoheni dhe ta shpërndani videon. Shihemi në videon e radhës.